duhet me u kërku konsenzus ose kompromis i nevojshëm. Ky i drejt nuk mundet pra me u përdor për me blloku kuvendin. Asnjëherë nuk ka pasur votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Gjykata kushtetuese dje foli, përsëriti atë që e kemi thënë që disa muaj si organizator të shoqërisë civile. Marrëveshje politike për me e konstituu kuvendin. Partia e parë duhet me i përmbush obligimet kushtetuese për me bërë kompromis për votimin e kryeparlamentarit dhe nënkretarëve përmes votimit të hapur. E drejta për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit ta kanë grupit më të madh parlamentar. Kjo gjë është e ditun, kandidati do të më siguru 61 vota për kjo drejt, nuk kupton pasaj që edhe me bloku kuvendin e Kosovës deri në pafundësi. Duhet me u kërku konsenzus ose kompromis i nevojshëm. Ky i drejt nuk mundet pra me u përdor për me bloku kuvendin. Ky detyrim vlen edhe për grupet e tjera parlamentare që nuk janë grupet parlamentare të mëdha, të parat. Gjykata ka bërë të qartë se kushtetuta, rregulloria dhe praktikat parlamentare përcaktojnë procedurën e konstituimit të kuvendit. Asnjëherë nuk ka pasur votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ka pasur votim të fshehtë dhe ka sipas ligjit për presidentin, për anëtarët e gjykatës kushtetuese, për kryetarin e gjykatës kushtetuese, por nuk ka votim për kryetarin e kuvendit. Dhe kjo lidhet me atë që me datën 8 prill, kur është mbajtur mbledhja e parë e kryetarit të kuvendit me kryetarët e partive, përfaqësuesit e partive politike, kush përcaktuar rëndin e ditës dhe kryesuesi i seancës, zoti Dehari, këtë rënd të ditës duhet ta ekzekutojnë me përpikpëri dhe jo duke deviju nga ajo seancë. Në ndërkohë, sipas aktgjykimit, tashmë kuvendi do duhej ishte dashur të konstituohet pra 30 ditë nga dita kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit. Kriza nuk është juridike, kriza është politike, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që partitë politike të gjejnë një rrugdalje për krizën. Atë vendimi i gjykatës kushtetuese jep një afat kohor prej 30 ditësh, por nuk tregon se çka pas atij afati kohor. Prandaj ne si koalicioni organizatorëve të shoqërisë civile do të vazhdojmë edhe më tutje angazhimin tonë deri në zgjedhjen e kësaj krize, deri në konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e kryetarit të kryesisë të kuvendit. Ajo që është e rëndësishme po ashtu potencohet e për të mos u përsërit nga ato që i potencoi Naimi është që ne aktualisht ndodhemi në një situatë të ndryshime dhe jashtëzakonisht të mëdha në sferën gjeopolitike dhe Kosova nuk ka luks që të vazhdojë të funksionojë pa një qeveri të mirëfillt e pa kuvend funksional.